Së fundmi në median e shkruar është hapur debati mbi himnin kombëtar dhe ndryshimin e mundshëm të tij për shkak të përkatësisë autoriale, e cila nuk është shqiptare. Intelektualët dhe artistë të ndryshëm të përfshirë në debat japin mendimet e tyre duke nisur nga akademiku dhe esteti i njohur Alfreducci, që hedhi idenë për ndryshimin e tekstit, pasi është një përkthim i himnit rumun e deri tek poeti i njohur Agim Doçi, i cili kërkon madje një konkurs të ri për himnin e flamurit e deri në referendum popullor. Sipas Doçit, Shqipëria nuk ka arsye pse të mbajë një himn me autorsi të huaj, në kohën që nuk mungojnë emra të njohur të poezisë shqipe dhe dhjetra tekste të përshtatshme për të qenë himne kombëtare. Do isha më i gatshëm për një referendum të ndrrimit të himnit kombëtar në kohën e monarkisë, kur u mblodh një komision mbar kombëtar për të vendosur ndrrimin e himnit flamurit, sepse nuk është e hishme, u tha, që shqiptarët kenë hymn kombëtar me autor rumun. Hymni i flamurit ka autor. Përkthys Aleksandr Stavre Drenova, kompozitor dhe poet në origjinal Ciprian Porumbescu. Le të mblidhen ata që dinë të shkruajnë, të kompozojnë, të bëjnë poezi. Në anën tjetër, kompozitori i njohur Edmond Xhulali, autori i himnit të Policisë së Shtetit dhe himnit të UÇK-s, shprehet se nga ana artistike, himni i flamurit është i përsosur dhe do të duheshin arsye tejet mëdhore për ta ndryshuar. Ky është një himn i cili jo vetëm mua, por gjithë popullin shqiptar e ka emocionuar vazhdimisht dhe e ka stimuluar në gjithë ngjarjet më të rëndësishme që ai ka përjetuar. Për temën që flitet dhe për çështjen që diskutohet, opinioni im është ky. Për të ndryshuar himnin duhet një arsye shumë e fortë. Nuk është e drejtë as e politikanëve, as e një grupi intelektualësh, por mendoj që është e drejtë e gjithë popullit shqiptar. Dhe për të bërë një veprim që i takon të gjithë popullit, patjetër që duhet të shtrohet në referendum. Për sa i përket vlerave artistike, mendoj që është një hymn i përsosur që artistikisht është shumë i gjetur. Gjithashtu kundër ndryshimit të himnit shprehet muzikologu dhe akademiku Vasil Tole, i cili tregon se nuk ka si të zgjidhet një himn tjetër, sado i bukur qoftë, përderisa në himnin aktual janë betuar burra shteti dhe gjithçka është vullosur me veprën dhe gjakun e patriotëve që sot nuk jetojnë më, të cilët e kanë kënduar këtë himn në momentet historike. Edhe sipas akademik Toles, himni është mjaft i arrirë qoftë nga simbolika dhe teksti apo edhe nga linja kompozicionale. Himni është binjak së bashku me flamurin. Pra, janë dy simbole të cilat i polli Shqipëria në kohën e rilindjes vet. Kur them jam binjak, nënkuptoj faktin që flamuri është pasqyrimi material i atdheut dhe himni është simboli shpirtëror i tij. Historia i ka përcaktuar këto dy simbole për të qenë jetëve si kuptimi material dhe shpirtëror i Shqipërisë, por edhe njëkohësisht krijimtaria artistike, poezia e shkëlqyer e Migjenit dhe muzika e preardhur, do ta quaja, me autor Porumbescu, por me origjinë ndërkombëtare, i shkojnë fare mirë aspiratës europiane të shqiptarëve. Për ndryshimin e himnit janë shpallur her pas here konkurse të ndryshme ndër vite, duke nisur që nga koha e Mbretit Zog e deri te konkursi i fundit, ku fitues u shpall himni i shkruar nga Ismail Kadare, por që u refuzua më pas nga Enver Hoxha. Megjithatë, duket se himni i flamurit i ka rezistuar të gjitha përpjekjeve për ta ndryshuar atë. Sikundër pohon akademik Vasil Tole, kjo rezistencë e himnit të flamurit ndër vite vjen jo për shkak se është më i bukur apo më i miri, por për shkak se ka simbolik të fortë dhe himni nuk mund të shkruhet sot nga të gjallët.